Skënderbeu, i çuditur me një këmbëngulje kaq të madhe, dhe më mirë të thuash me tërbimin e atij luftatari. Tha se zor do të përleshi ai me një urrejtje të tillë për atë dheun, që po rënohej para syve dhe për fëmijët që si kishin pranë. Dhe pasi u qep nga prapa bashkë me Tanushin, me Hamzën dhe me dy niprit stres, e sulmoi me tërë zjarrin e zemrës, ndërsa disa nga tanët po e thërisnin me emër të përsëriste kurorën e Pirjotit të gaditur për të. Por as kërcënimet, as fytyra e sulmonjësve, si ja shtin dot frikën në zemrën e tij krenare. Përkundrazi, me trupat e fundit e rezervës rreth tij, ai e priti sulmin e parë të tanëve dhe e sprapsi si jo më mirë. Atëherë, një far barbari burr trim, me shigjetën që drejtoi kundër tij, e priti me një mënyrë të tillë, sa që e shtriu së prapthi mbi kurizin e kalit, ndërsa shokët e tij, që besuan se e vrau, ja dhanë britmës. Kjo ngjarje u bë shkak që ikja të bëhej pakës më vonë dhe gjakderdhja më e madhe për arsye se nga njëra anë u dha fort zemër të tjerëve nga ana tjetër e djathta e tij. Faqe bardhë, kësaj ja bëri borxh Kastriotit, që s'po tundej nga kali. Kapedani, i pashoq, s'mund ta duronte më zemër të qetë, atë turp të pazakonshëm. Nuk lejoi që hakun e poshtrimit ta merrte tjetër kush për të, e jo vetë ai. As i zhveshi shpatin, duke shfyrë, ju lëshua kundërshtarit që po turfullonte, dhe pa pasur të thuash asgjë vetë, e përplasi nga kali për te, duke shojtur me plagë. Në kohën që ai po rrëzohej për tokë, Skënderbeu përcolli me një brit të vërtet, dhe pastaj ktheu tërë furin kundër Mojsiut, i cili s'ka dyshim se në mos përfitoren, të paktën për lavdi, do të kishte qëndruar, sikur të mos e kishin lënë në luftë sipër shokët dhe dita njëkohësisht. Kështu, nga kapedani i luftës, ai u bë kapedani i Aratis për ushtrinë që po i vinte pas. Rinia e Pirjotit u nda, por ndoqi këmba këmbës, për më tepër se 5.000 stade, se mos mund ta kapnin të gjallë, ose të paktën të vdekur, duke ditur se Skënderbeu e dëshironte fort këtë gjë. Shumë qenë të vrarët nga ata të radhës së fundit. Ai vetë shpëtoi krejt i pacënuar, dhe me që e njihte mirë vendin, doli bashkë me mbretërorët e vet, të turpëruar. Mezi bëheshin 4.000 njerëz, i dërmuar nga lojët dhe uria në një vend të sikur, me qëllim që atje të merrnin veten dhe të prisnin sa të kthihej. Katanët u vranë më pak se 180 u plagosën. Ata pa u penguar as nga lodhja, as nga plagët, dhe as nga errësira, morën tërë natën dhe të plaçkitura çadrat dhe të vrarët që dërgjeshin për te. Nga ata që u zunë në rrogë, asnjëri s'ishte prej rangu pak a shumë të dëgjuar, përveç njërit, i cili i coptuar nga plagët i u dorëzua vetë Zaharias. Ky vetëm shpëtoi dhe fitoi pastaj lirinë, me dhuratë fort të bukur që u dërguan për të tjerët, pjesërisht pa dijenin e Skënderbeut, pjesërisht pa kundërshtimin e tij. U destinuar për ndëshkime të ndryshme nga njerëzit që ishin egërsuar me kërdim e Beratit, dhe me këtë mënyrë e shfryn të gjithë morinë e vet, dhe e vunë në vend me sa pak mundësi humbjen më parshme. Kështu, pasi mori fund fitoria, lodhën plashkat e veta dhe të armiqve, dhe u kthyen në kampin e vjetër, ku vunë rojen e zakonshme, dhe qëndruan për pak ditë, që andej, më 4 prill, u kthyen triumfator në Kruj. Atëherë, ai piktim që vetë koha e kishte zbutur, dal nga dal, u zhduk të thuash krejt dhe njerëzit morën përsëri zemër e jetë nga ky gëzim i ri. Një gëzim më të zgjatur dhe me lojna më të shkëlqyera se sa çdo sukses e triumf tjetër të luftës që patën mbi armikun. Festua lavdia kësaj fitorie në Tibër, ku dukeshin sigur lanin ndonjë turp të vet, të ngjitur nga faji tjetër kujt, dhe sigur u jepnin Kastriotit siguri dhe prova më të patundura të besnikërisë së vet, të vënë nisi në dyshim më parë.